Jemi rikthyer në studio, panelin e falenderova dhe e përcolla, ndërkaq dua të ndalem pak me kolegët e mi të cilët ndodhen në qendrat e numërimit në Shkodër, në Elbasan dhe një herë të fundit me Eksjola Sheun që ndodhet në Tiranë. Do ta nis me Shkodrën për të kuptuar se çfarë po ndodh aty, megjithëse numërimi duhet të jetë drejt fundit. Kam kolegun Teodor Gjerga. Teodor, mirëmbrëma. Çfarë po ndodh në Shkodër edhe sa ka për të mbyllur procesi i numërimit dhe besoj rezultati atje është i mbyllur 6-5-2, pra 6 Partia Demokratike, 5 PS-ja dhe 2 mandate Tom Doshi me PSD-n, apo jo? Ka nisur ndërkaq procesi për numërimin e kandidatëve, për votat e kandidatëve, apo jo? Atëherë, nëse flasim për mandatet, paktën në qarkun e Shkodrës, i cili ka 11 mandate deputetësh, deri më tani, sipas konfigurimit, 5 mandate i shkojnë Partisë Demokratike, 4 mandate Partisë Socialiste dhe 2 mandate Social-Demokratëve. Por nëse i referohemi edhe votave të diasporës, në fakt ka ende pretendime se mund të ketë ndryshime të konfigurimit mandateve në qarkun e Shkodrës. Pra nuk është ende zyrtarisht e mbyllur. Paktën matematikisht ka ende pretendime nga ana e Partisë Demokratike, por dhe Partisë Socialiste, se mund të hiqet një mandat të Partisë Social-Demokrate për të shtuar ose për të shkuar në rezultatin 6-4-1 nëse do merret nga Partia Demokratike, ose për të shkuar në rezultatin 5-5-1 nëse do të merret nga Partia Socialiste. Por kjo mbetet një skenar. Në fakt, ka dhe mjaft vota për të numëruar nga diaspora, paktën sipas dënave që raportohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, janë edhe 8 apo 9.000 vota që janë për të numëruar nga votat e diasporës që kanë rritur në Tiranë për të vendosur më pas konfigurimin e mandateve. Ndërkohë, pasi janë finalizuar procesi numërimit për kandidatët, tashmë po hapen kutit për të parë se sa vota ka marrë secili prej tyre. Është me rëndësi në fakt për Partinë Demokratike, e cila aktualisht ka 5 mandate, për të parë se kush do të jetë ai kandidati 5 që do të shkojë në Parlamentin shqiptar. Aktualisht, në fakt, kur janë numëruar 139 kuti nga 405, në Shkodër rezulton se Bart Spahia është demokrati më i votuar me 3425 vota, i ndjekur më pas nga Tedi Kobliku, një djalë i pjesë Brengen me 2423. Paktën deri në këto momente duket se ka garë dhe ende ka shpresë nga të dyja anët për të përmbysur një rezultat të tillë, ndërsa duhet të thënë ka dhe shumë kutia, janë më shumë se rreth 300 kuti për të hapur, diçka më pak se 300 kuti, për të vendosur kështu se cili do të jetë përfaqësuesi i pesti Partisë Demokratike në Parlamentin e ardhshëm. Jo i pesti. Nga Partia Socialiste, kur po, okay, i pesti, po, ndjes. Po, dakord. I pesti. Ndërsa nga socialistët, deri më tani më votuar është Dona Bilali, ndonse nuk ka të drejtë për shkuar në parlament, pasi Partia Socialiste në Shkodër ka siguruar vetëm 4 mandate. Deri më tani, kur janë numëruar 139 kuti, e Dona Bilali ka siguruar 3126 vota. Në vendin e dytë është Frog Gjini, deputeti aktual me 1810 vota, ndërsa i treti me votuar është Shkëlqim Sterkaj me 1434 vota. Si që thash pak më parë, konfigurimi aktual është 5 mandate Partia Demokratike, 4 mandate Partia Socialiste dhe 2 i shkojnë Partisë Social-Demokrate të Tom Doshit. Por, për të pasur një konfigurim final, duhet presim që të numërohet edhe vota fundit e diasporës, pasi si që thash, ka ende mundësi matematikore që një mandat të lëviz, o për PS-n, ose për Partinë Demokratike, por dhe për t'ju hekur kështu Partisë Social-Demokrate. Por, duhet presim dhe shumë si do të zhvillohet. Okej, e kuptova që e ngatrova unë, pra është 5-4-2, jo 6-5-2. Mirë, Teodor, pra me sa kuptova dhe hapa dhe këtu tek aplikacioni ynë, i cili përditësohet me të dhënat e KQZ-s, Bart Spahia është deputeti më i votuar për momentin nga Partia Demokratike, që kalon, se është i pesti, është dhe Tedi Kopliku. Pra këta janë të dy. Por Bart Spahia duket deri në këto momente që mbase do t'ullet në karrigen e parlamentit. Mirë, të falenderoj shumë
Teodor, shumë falemderit edhe falemderit për punën e palodhur deri sot. Megjithëse do të vazhdojmë të jemi bashkë edhe këto ditë, se do të vijoj numërimi i votave të kandidatëve. Okej, shumë falemderit, natën e mirë. Do të shkoj edhe te kolegja Edlira Xherri në Elbasan. Edlira, po në Elbasan çfarë po ndodh? Se numërimi, po themi, përfundoi 10-5 apo 10-5 për Partinë Socialiste. Po numërimi i votave të kandidatëve ka ecur përpara atje? Po. Po vijon numërimi, por jemi me 10-4 për në favor të Partisë Socialiste. Partia Socialiste me gjithë votat që ka fituar ka arritur të fitojë 10 mandate, ndërkohë që Partia Demokratike me numrin që ka arritur të marrë në qendrat e votimit ka arritur të marrë vetëm 4 mandate, duke lënë jashtë listës edhe listën e mbyllur që ishte zotria Aurel Bylykbashi. Ndërkohë që me aq sa po ndodhte në këto momente, prej orës 6:30 mbrëmjes së sot, mekanizmi numërimi i votave për kandidatët në listën e hapur është një numërim i cili po ecën me entuziazëm nga numëruesit, por edhe nga personat të cilët janë duke parë se si po ecën procesi dhe po marrin shënim çdo gjë, duke bërë edhe ata tifot sipas kandidatëve. Për katës vlen theksohet se aktualisht nga 508 kuti që ka qarku Elbasanit janë numëruar 118 sa i përket votave që kanë marrë kandidatët, dhe sipas partive vlen theksohet që në Partinë Socialiste para që kryeson është Sara Mila me 3808 vota deri në këto momente, vijon më pas me Olsi Komicin me 3196 vota, duke u postuar me Sajmir Hasallan me 2527 vota. 72 është përditësuar. Jo, se e shoh në aplikacion të përditësuar, pra Sara Mila e para me 3983, Olsi Komici... Okej. Djes, thjesht në base mendova që aplikacioni i nxjerr më të përditësuar. Sa po i nxora të dhënat. Okej. Patjetër që aplikacioni është në kohë reale, por unë i nxora për të raportuar dhe për t'ju njohur me të dhënat e pak momenteve më parë. Vazhdon të kryesoj sërish Sara Mila, ndërkohë të ndjekur më pas nga emrat që unë përmenda. Ndërsa sa i përket Partisë Demokratike, më lejo theksoj që kryeson Ilirian Alliu me 1364 vota, i ndjekur nga Qani Xhafa me 1304 vota dhe më pas Dritan Cani me 1283 vota. Ajo që është vënë re ditën e sot me këtu në KZZ kryesore në Pallatin e Sportit ka një pjesëmarrje më të madhe, ndryshe nga kutitë e votimit që numëruan gjatë 2 ditëve. Këtë herë për listën e hapur të kandidatëve kanë ardhur të gjithë mbështetësit e deputetëve, kandidatëve për deputet, dhe ka një brohoritje, megjithatë vlen theksohet se në KZZ kryesore ku ndodhem në 2 KZZ më të mëdha në qytetin e Elbasanit që mbajnë numrin më të lartë të kutive, e kanë ndjekur nga afër procesin e numërimit për kandidat edhe drejtuesi politik i qarkut të Elbasanit për Partinë Demokratike të Moralizoti. Të falenderoj shumë Edlira. Shumë falemderit, megjithëse votat për kandidatët e PD-s për fat të keq sa do të marrin, nuk do t'ja dalin dot që ta kalojnë, duke qenë se as lista e mbyllur nuk u arrit dot. 4 mandate kanë. 4 mandate kanë, dhe zoti Aurel Bylykbashi që ishte i 5 në listën e mbyllur, edhe ai e ka humbur mandatin e tij. Të falenderoj shumë Edlira, të falenderoj ty për punën e bërë deri tani. Shumë falemderit. Dhe një lidhje të fundit të shkurtër me Eksiola Sheun, që e kishim dhe pak më parë, po thjesht nëse ka diçka të re Eksiola prej teje, aty ku ndodhesh te KZZ-ja, te Vasil Shanto, mos gaboj. Ne vjejmë të qëndrojmë në shkollën Vasil Shanto, janë momentet e fundit, pasi dhe 2 tavolina kanë mbetur, dhe ato që dëgjohen të paktën në këto momente janë ovacionet nga ana e vëzhguesve, në momentin që shikojnë që subjektet që ata përfaqësojnë kanë marrë një vot, por nga ana tjetër, me ndihmën e operatorit do të shohim edhe këtë pamje të 2 tavolinave, të cilat në fakt njëri prej numëruesve, ajo që ka rënë në sy gjatë qëndrimit ton këtu, i cili është i Partisë Demokratike, thret her pas here me ovacion dhe me zotën
lartë, sidomos emrin e kandidatit për deputet Partisë Socialiste Erion Braçe, i cili është aktualisht i pranishëm pikërisht në KZZ-n e shkollës Vasil Shanto, siç përmenda janë edhe 2 kutit e fundit, 2 tavolinat që ne shohim në këto pamje të drejtë për drejta që operatori Ermir Matja ju sjell në këto momente, ndërkohë nga ana tjetër janë vëzhguesit të cilët me i mjaft interes po ndjekin në monitor hap pas hapi të gjithë procesin që po shkon sa i takon subjekteve politike. Me përfundimin e 2 kutive të fundit, përfundon procesi i numërimit gjatë ditës së sotme në shkollën Vasil Shanto. Procesi ka nisur rreth orës 11 dhe pritet rikthimi ditën e nesërme paradite për të nisur me kandidatët dhe për të parë se cili prej kandidatëve në listë të hapur nga subjektet politike do të ketë mundësi që të jetë në parlamentin e ardhshëm. Okej, Eksiola, ka ende përfaqësues politik që rrin aty apo vetëm të mazhorancës? Kush është që po e ndjek procesin? Ka ende përfaqësues politik, mendimën sërish të operatorit Ermir Matja, do të kemi mundësi të fokusojmë përfaqësuesit politik, është zoti Braçe i cili ka qëndruar gjatë gjithë kohës pikërisht në ambientet e palestrës shkollës nëntëvjeçare Vasil Shanto. Pak më herët ishte edhe zonja Adelina Ibrahima, ndoshta ka lëvizur, nuk po e shoh në këto momente. Zoti Braçe pritet që të presë edhe përfundimin të procesit dhe më pas largohet kur largohet edhe pjesa tjetër, siç përmenda gjatë ditës së sotme ka qenë e pranishme edhe kandidatja e Aleancës për Shqipërinë Madhështore Jorita Tabaku, por gjatorëve të pasdites nuk e kam parë në këto ambiente. Këto janë pamjet e drejtë për drejta që u sjellin, ndërsa interes të lartë kanë, siç thash, vëzhguesit të cilët do duhet të ruajnë në monitor çdo votë të subjekteve që ata përfaqësojnë. Eksiola, një nga KZZ-t më të qeta kjo në mos gaboj, se kandidatët bën dhe foto me njëri tjetrin. Aty, apo ja? Antarët, ndjes, antarët. Pash disa video. Është e vërtet, në fakt, pati, po, është e vërtet, Erla, në fakt, duke qenë se një pjesë e tavolinave ka përfunduar, një pjesë e numëruesve janë larguar, qëndrojnë vetëm numëruesit të cilët aktualisht janë duke punuar, zgjodhen që të kishin një kujtim nga zgjedhjet parlamentare, nga procesi zgjedhjeve parlamentare të 11 majit dhe së bashku antarët e KZZ-s dhe grupet e numëruesve përfituan në rastit dhe bën një fotografi duke i bashkuar kështu dhe duke lënë më njanë dasit pasi secila prej tyre përfaqëson një subjekt politik. Në fakt, të burimet i dëgjojmë gjatë gjithë kohës, Erla, është pikërisht... Kush bërtet fitore? Është një numërues i Partisë Demokratike i cili her pas here bën ovacione, po ashtu provorima të kandidatëve të ndryshëm mes tyre zotit Braçe apo edhe subjekteve të caktuara politike. Okej, mire, kanë marrë me nota humorit tani nga fundi. Eksiola, të falenderoj shumë, ndërka që dëgjoj zhurmën që ka aty në KZZ. Të falenderoj shumë edhe ty për punën e palodhur, Eksiola, dhe përfitoj nga rastit i falenderoj gjithë kolegët e Euronews Albania që kanë qenë të shpërndarë në 12 qarqet e vendit, po jo vetëm në përqarqe, sa tek selia PD, sa tek selia e Partisë Socialiste, Enkelida Mema tek KQZ-ja apo tek Parku Olimpik. I falenderoj gjithë për punën e palodhur, falenderoj dhe regjin dhe çunat e regjisë që kanë ndetur deri në orët e vona të mbrëmjes. Bashkë do të jemi sërish, edhe nesër, edhe pas nesër, do të vazhdojmë të ndjekim procesin e numërimit të votave për kandidatët. Deri nesër, natën e mirë dhe qëndroni me Euronews Albania.